Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë një fazë e re e protestës, ajo në cilën kemi hyrë, do përpiqemi ta kuptojmë dhe ta diskutojmë ditën e sotme. Kemi ftuar njerëz që nuk ja përtojnë protestës, pavarësisht se nëse është një çështje kombëtare, lokale, nëse është vetëm në shesh apo edhe me shumë të tjerë, siç është rasti Aulon Kalas. Mirëmëngjes Kala, mirëse. Faleminderit për kohën. Do të kemi edhe një korrespondent ton par excellence për çështje protestash dhe ai kam përshtypjen se është edukuar me një tjetër lloj proteste, siç është rasti i zburimit nga Franca, me që jemi te protestat qytetare dhe mënyra se si duhet protestuar, por do e përshëndesim pas pak atë. Do të fillojmë menjëherë me ty, Aulon. Pyetja është e thjeshtë, është faza ku protesta, përshëndesim burimin, është faza ku protesta do duhet vazhdoj të jetë ultra paqësore, apo këto përshkallëzimet e kësaj jave tregojnë që edhe durimi i qytetarëve ka arritur në fund, përveç se kishte arritur në fund kur dolën shesh? Mendoj që duhet përshkallëzuar, duhen në forma tjera të protestave, duhen studiuar gjitha ato që kanë ndodhur në Francë, me që kemi burimin, protestat e Athinës, cilat janë manual në vete për të studiu. Kam pasur rastin të marr pjesë para disa kohësh në ato protesta dhe kam parë solidaritetin e të gjithë bizneseve, mënyrën se si mbylleshin të gjithë bizneset, pavarësisht se nuk ishin pro kauzës. Ata kanë ditë caktuara në Greqi që përkujtojnë dhe vrasjen e ideali 15 vjeçar nga dhuna e policisë, dhe ajo është një këmban alarmi se si policia nuk do të sillet në raport me qytetarët dhe protestuesit. Ajo që kam vënë re në protestat e Tiranës, duke marrë pjesë vetë aty, është një masivitet jashtëzakonshëm. Në fakt mua nuk më bëjnë fare përshtypje njerëzit që flasin aty. E rëndësishme është masiviteti, se ne mund të kemi folçat më të mirë në botë aty, do më thënë duke njës nga Martin Luther Kingu, Ronald Reagan, apo personalitetet larta, Ciceroni po deshe, shkëlqyer, por imagjinoni sikur mos t'i flasin një turme aq të madhe aty. Kështu që ka një diskordancë mes, do më thënë, fatmirësisht mikrofoni nuk dëgohet ke gjithë sheshin. Kjo është e vërtet, por unë gjykoj që aty kemi pas mesazhe dyzuar, kemi pas mesazhe të çuditshme që nga kundërshtarët e protestës përdoren direkt. Ja, e pse çfarë than ata aty? Ja, si u dha ky mesazh etj etj. Ndërkohë që ajo nuk është vija zyrtare e protestës. Protesta është një aleancë fluide e qytetarëve, të cilët kanë dalë aty konservator, kanë dalë këta që mbështesin LGBT-qen e tjerë. Ultraliberal dhe ultrakonservator bashkë, krah për krah. Nga ana tjetër ka njerëz me precedent penal në protestë apo jo, mendimtar të mëdhenj siç Taulant Balla mund të jetë, domethënë, apo njerëz të tjerë filozof, dhe nga ana tjetër janë njerëz parsim fare. Protesta i përfshin të gjitha, janë grupe të cilat dalin aty për pakënaqësitë e veta, për kauzat e veta etj etj. Për këtë arsye nuk duhet goditur, por duhet mbështetur, dhe pa diskutim që kjo është një protestë e cila për mendimin tim e fut Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kam dëgjuar protestë fut Shqipërinë. Absolutisht po, sepse nuk e fut askush tjetër në Bashkimin Evropian. Protestë do të thotë perëndim. Kjo protestë dhe ndërgjegja e lartë e qytetarëve shqiptarë që din çohen, din të reagojnë dhe din protestojnë, e rrit edhe herë tjetër standardin e shqiptarëve të cilët e duan Europën dhe duan ta bëjnë Shqipërinë si Europa. Jo me këto sloganet e këtyre që thotë do plotësojmë kaq kapituj, do bëjmë këtë etj etj. Këta janë procedurë matematike. Nuk është kjo. Unë mendoj që, shikoj, nga këta mbështetësit e qeverisë tonë, policia, kjo polici, sjellja e policisë e fut Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kjo lloj policie jo vetëm që është aprofesionale, por në ditën që është protestuar te parlamenti, ajo ka marrë vetëm urdhër politik, nuk ka lidhje fare me zbatimin e ligjit. Të gjitha arrestimet në gjykimin tim, ai se I kam ndjek, janë të palishme dhe nuk duhet të ketë fare arrestime. Policia ka kishte kuptuar rolin e vet në protestë, nga kronika që ju dhat, thuaj që qytetarët, ata që kanë organizuar protestën, janë distancuar nga elementet që kanë ushtruar dhunë, që do të thotë është detyra policisë që mos ta prish të lloj proteste nga element të cilët ndoshta mund t'i ketë futur vetë aty. Sepse kështu janë dyshimet për të komisariatit. Vazhdimisht edhe te protestat e opozitës. Ai ishte kjo lloj policie që më akuzoi mua personalisht që kisha kundërshtuar forcat e rendit dhe kërkojnë nga 1 deri në 5 vjet burg për mua personalisht tani, për me djeg dhe karrierën. Sigurisht. Pra, jam në prokurori, jam gjykate etj etj, kur u pa mjaft qartë edhe nga kamerat e televizionit tuaj se si un u rra barbarisht aty. Pra, unë mendoj që kjo është një polici politike private e këtij zotërisë që nuk ka lidhje fare me menaxhimin e protestës, nuk din ta lexojnë ligjin e proporcionalitetit që është shumë I qartë në raport me protesta të tilla, por që të kthehem dhe herë te thelbi është që një protestë e tillë e nderon Shqipërinë dhe na e ka rrit neve krenarin pse jemi shqiptar. Pra kjo është realisht e vërteta pse jemi krenar që jemi shqiptar. Kjo lloj proteste, jo stadiumi. Ja kuptoj. Burimi.
E njëjta pyetje për ty. Besoj dëgjove na u bashkove që nga fillimi. Jo, ka mund të ripërdori tash. Po, është e thjeshtë, ajo që duam të kuptojmë këto momente dhe që është ndoshta udhkryqi ku ndodhen qytetarët është do të ishte më inteligjente që të kishte një përshkallëzim qoftë edhe të reagimit paksa më të dhunshëm të protestuesve apo duhet vazhduar me një metodë paqësore? Shikoj, nuk e besoj. Nuk e besoj sepse përshkallëzim do të thotë mjet më të madh presioni që të rrezohet Rama. Por jam 100% sigurt që Rama sikën as me paqësore dhe me as përshkallëzim. Pati një përshkallëzim shumë të madh në Turqinë e Erdoganit në 2016 dhe jo vetëm që s'ndodhi asgjë, i pati me vete kundra tij, ushtrin, policin, gazetarin, drejtësin, popullin edhe sot një vit më vonë Turqia po bëj një parantezë, jep këtë spektakël të trisht dje ku shumë nga kolegët tanë janë arrestuar. Kështu që nuk e besoj. Përkundazi, kjo protest po jep frutet e saj dhe shoj përse, fal që ndryshmërisë së saj në kohë. Ka thyer çdo rekord kohëgjatësie, çdo rekord në Evropë. Nuk njoh shembull të njëjtë kohëgjatësie si me këtë protest që ka rrisur në qeshorit në Shqipëri. Kohëgjatësia që dëshmëria i dha ndërkombëtarëve mesazhin që vërtet Rama të rriqet, por dhe këta nuk të rriqen. Dhe këtu është luajtur tek pika e dobët e ndërkombëtarëve, të cilët nuk e preferojnë as pak hutjen në territore të panjohura. Kur zgjat kaq shumë një protest, je detyrimisht në një territor të panjohur, sepse nuk di çfarë do të bëjnë dhe mundon dhe ajo që ti bëre pyetjen dhuna, një dhunë që ti s'e ke parashikuar që po mund të jetë një dhunë aksidentale dhe pastaj gjërat shkojnë shumë më keq. Pra kjo i ka detyruar ndërkombëtarët tani them shpesh të shprehje të vështrojnë për nga një plan B drejt Shqipërisë, nga një plan post Rama. Si është plani B post Rama? Plani për post Rama është që sot keni këtë lajm të jashtëzakonshëm para 3 ditësh, kur një nga kongresmenet më të afërt dhe më të influencueshëm tek Donald Trump, Joe Wilson, kërkon ndaj Shqipërisë në Kongresin Amerikan as më pak dhe as më shumë atë që SBA-t kërkuar dhe vunë zbatim ndaj Venezuelës. Pas Venezuelës, Shqipëria bëhet vendi i dytë ku Kongresi Amerikan përdet të miratë një ligj që vë nën hetim Edi Ramën vetë dhe qeverinë shqiptare në globalitet, nëse kanë apo jo ndikuar në narkotrafikun në Shqipëri. Është e jashtëzakonshme nëse dikush mund të thotë që kjo nuk bëhet për të rrëzuar Ramën, atëherë çfarë është? Lajmi i dytë pritet sot pas pak orësh, Flavio. Nëse sot do mendoj që të ndodhi, del lajmi që nuk është Rama që shkon në Ankara në samitin e NATO-s, por është Bajram Begaj pas refuzuar. Atëherë çfarë doni më të për ju? Çfarë doni më të për juve? Ka filluar numërimi mbrapsht për Edi Ramën nga ndërkombëtarët, nga amerikanët. Por kjo fal pikërisht qëndrueshmërisë që nevojë për dhunë. Fal qëndrueshmërisë në protest. Astaj plani B është që nuk mund të ketë më të ardhmen me Edi Ramën, Fatima i ndërkombëtarëve, i miqve tanë, Aladadan Fatima i amerikanëve është në stolin politik të rezervave në Shqipëri, i ka të gjithë për amerikanë. Do ishte më keq po, do ishte më komplikuar po që apo që Rama çdo ndodhi me BE-n, me zgjerimin, çdo ndodhi marrëdhëniet me SBA, por nuk ka asnjë problem. Në Shqipëri, stoli i politikës, duke përfshirë protestën, është plot dhe ekskluzivisht me pro-perëndimor dhe pro-amerikan. Ai që nuk dinë ndërkombëtarët ishte nëse kjo protest do të vazhdonte apo jo, nëse kishin bënë me disa të rinj të iluminuar, romantik, si ke Les Miserables, të mirët e Victor Hugo's, që bën një javë protest dhe pastaj kthehen në shtëpi.
Po tani që kuptuan që janë vërtet shumë serioz të rinj. Shumë serioz, nuk thërë më mbrapsht. Ka filluar tani përgatitja e planit të B. Është fillimi i fundit të Edi Ramës. Ky është hetimin. Dakor, megjithatë, për të rikthyer pak tek protesta Aulon dhe Genci, ka lëvizje të çuditshme. A janë mitomani apo ishe të natyrshme dhe të shëndetshme përpjekjet për të pasur kupol apo grup organizator, ka një kuvend edhe nga kolegët tanë kemi dëgjuar, nga ana tjetër ata që gjithashtu njihen si organizator dhe kujdestar të protestës distancohen nga këto. Si e shikon këtë moment? Unë personalisht jam kundër... Duhet një kokë? S'duhet një kokë? Jo, unë jam kundër identifikimit një kokë. Fuqia më e madhe e kësaj proteste është masiviteti, që do të thotë në rast se ne identifikojmë njerëz, këta shajnë lulet, këta shajnë mjaltin dhe jo më mos i gjejnë listën e dasmës një personi i cili do marrë përsipër autorsinë e protestës. Ne e pam shumë mirë kur kërkesat u artikulun nga një person i mandatum nga pikërisht kujdestarët e protestës, po e quajmë kështu se çfarë batërdie u bë dhe u transferu i gjithë debati këtej. Në rast se, pra unë mendoj që e kanë dorë vetë protestat. Bëm pis dhe UÇK-n me atë rast. Patjetër, u përbalt UÇK-ja, herojt e UÇK-s, pra merren gjithë zvarr për shkak të një interesi personal, siç është aty zoti Rama, për me mbajt pushtetin dhe që ai të jetë i paprekshëm. E parë këtë këndvështrim unë gjykoj që fuqia më e madhe e protestës është mos identifikimi, pra numrat në shesh. Ata që udhëheqin debatin janë protestuesit. Në rast se ata do të nxjerrin një person i cili të jetë 18 vjeçar, nuk ka rëndësi fare, i panjohur, ata do t'i gjejnë se ku i punon halla, tezja, daja etj dhe do fillojnë baltosjet. Kështu që unë gjykoj që kërkesat kanë dalë, nuk ka nevojë fare për me bë protagonizëm me kuvende tilla etj, aq më pak për me na rikthyr reminiscencat e vitit 1997 që janë komitetet e shpëtimit kombëtar, komitetet të cilat ishin organe paralele me qenë se shteti kishte rënë etj. Unë mendoj që ky është një moment historik që duhet menaxhuar me kujdesin më të madh sepse është situata më delikate që do përjetoj protesta. Në rast se këta do nxjerrin njerëz saktuar, që do t'i ndrojnë me rotacion, ka i farë kuptimi, në rast se këta do të identifikohen me kuvend kombëtar dhe do thonë që shiko këtu do të linë, do të identifikohen direkt si parti politike, parti e re politike. Do zvoglohet pra gjithë ajo mekanizëm proteste madhe në një parti të cilat ne kemi një 200 parti në Shqipëri. Prandaj forca më e madhe e protestës është të qenurit në këtë lloj forme që janë. Pastaj tentativa tjera për ta çuar ujin të mulliri vetë, për njerëz që kanë dështuar në jetë dhe shikojnë këtë protestë për ta kapitalizuar dhe për të thonë unë jam lideri i protestës, do kemi gjithmonë se ka prodhuar histori. Po më ka prodhuar histori aty delirant, psikopatër etj. Unë po them që thelbi duhet të jetë ai shesh aty. Çfarë mblidhet përtej atij sheshi nuk e përfaqëson më sheshin, në gjykimin tim. Burimi? Se është dhe ky ngërç serioz tani. Po nuk e di, Aloni foli si gazetar apo si antar i PD-s, sepse nuk është një gjë. Është një gjë, po zakonisht Auloni tash jo për ta mbrojtur me që e kam këtu, po e ka vesin që flet si Auloni zakonisht. Po do të thotë se jo se më kujtohesh Napoleoni që thoshte që revolucionin ka që ata që e bëjnë, ka dhe pastaj mbrapa që kolin fytyrët. Kështu që sigurisht po ti je parti politike sot, nuk e interes që protesta krijojë një lëvizje. Ti jem unë klasë gazetare. Ishte sinqert, edhe në mënyrë absolute, sigurisht do ishte gjë e jashtëzakonshme edhe në Shqipëri, por edhe në Francë e vuajtëm ndonjë gjë që përse Jelekberdhës nuk patën një komitet drejtues. Klasë në mënyrë teorike dhe absolute. Por nëse rruga që çonte krijimi i kësaj force drejtuese një proteste përmban edhe kosto, duhet peshuar. Avantazhet dhe dizavantazhet. Nëse dizavantazhet janë më të mëdha se avantazhet, hiqdor. Por në mënyrë absolute sigurisht që po. Është pasi që thash mbrapa, që se pas se ka një plan B, ndërkombëtar, perëndimor amerikan që një moment do heqim Ramën dhe diçka i vjen mbrapa, por që se ke protestë, po të kapitalizoj, sigurisht që ka interes të ketë një delegacion të negociimit perëndimor. Nëse Rama u prit aq mirë në Paris nga Macroni. Pikërisht Macroni thoshte protesta, po çfarë numër telefoni ka? Çfarë kishin nxjerrë? Asaj kohë Evropa çfarë numër telefoni ka? Kështu që janë dakord fare që teorikisht, sigurisht, përgjithsisht është mirë që të ketë një
një organ drejtues, afërmendsh, afërmendsh. Por nëse mbrapa edhe një herë kjo ka një kusht shumë lartë, sepse sapo ndjen një person, një grup, një herë ti targetohet të shkatrojnë, dhe kjo pastaj çon protestën që të shpërbëhet, nuk është gjë e mirë. Kështu që fjalën në dorë pastaj. O Gens, nuk kuptova cili është qëndrimi, se bën analizë, domethënë unë majta qëndrim, unë mendoj që duke dal një grup i tillë e zvoglon protestën, sepse kemi parë atë që ka ndodhur në shesh, duke qenë çdo ditë aty, kur sulmohet protesta nuk është gjë e mirë pra. Dhe nuk do t'i japim arsye që të sulmohet protesta, në këtë kuptim e kam. Pastaj gjithë secili e ka të garantuar lirinë politike për me bë parti politike, nuk jam unë ai që e ndaloj këtë gjë. Është e paimagjinuar. Mbase harrova çfarë, po unë nuk harrova pse qesha, sepse në moment the që bolle kemi 200 parti në Shqipëri. Domethënë qesha unë, domethënë Aloni thotë që shikoni, jemi neve, s'keni nevojë dini dhe juve, prandaj qesha. Jo, të tregova pak për inflacionin që kanë krijuar partitë, pra kjo do jetë partia e radhës apo do mbahet me forcën e madhe të protestës, sepse parti formohen dhe do formohen, nuk e thash në atë kuptim, thash çfarë do ndodh me protestën në rast se do të krijohet një parti dhe kush janë këta njerëz dhe nga cilët mandatohen, se këtu është debati më i madh që ka lind aty. Domethënë, dalin sa njerëz thotë jemi ne. Kush jeni ju dhe nga u mandatut? Pse nuk je ti për shembull? Si për atyre që thon pse deltin shesh se jemi ne. Le pastaj viza për protesta. Nuk e di a ke marrë vesh Gent që duhet një pasaport që të marrësh një vizë dhe të hysh në protestë, sepse duhet kalosh testin, a je i korruptuar apo jo, a je njeri që mbështet një parti apo jo. Ky quhet policimi i protestës. Dhe gjithmonë këto tentativa janë për ta zvogluar protestën. Pra, teoria përjashtimore, ku unë thash që në protestë hy i bardhi, i ziu, i krishteri, muslimani, mendimtari, precedenti penal etj etj. Pra në këtë kuptim e kisha për të qëndruar të gjithë bashkë, sepse e mendoni ju për shembull po të krijohet një parti politike që do t'i përfshijë të gjithë palët aty? Për shembull, unë mbroj familjen, nuk jam me ata që e shkatrojnë familjen. Pra, partia do ta përçante protestën. Këtë kuptim e kam sepse ka sentimente të ndryshme. Nuk e di a ma kuptove thelbin. Okej, dy gjëra. E para, duhet një vizë, kujdesni me legjendat urbane, se nuk e besoj që mbrëm se ishin 100.000, 200.000 mbrëm. Po. Ti do të thosë cili par mbrëm. Nuk e besoj kur. Par mbrëm. 200.000 zonë në tregon vizën që ke, kështu që edhe një kujdesni me legjendat urbane. Mbase duhet vizë po, për të qenë kujdatues aty dhe pse jo. Po ti kërkosh vizë hysh protestë, nuk e besoj. E para. E dyta. Nëse Auloni po i referohet diskutimeve në rrjetet sociale, sa është që dikush ka një opinion apo mban një qëndrim, dhe unë i referohem të këtjaqit legjendë urbane, ju kupton që do thotë kjo. Patjetër. E dyta, Alon, shiko. Kjo protest ka rekordin që thash të kohëgjatësisë në Evropë, por ka edhe një tjetër rekord. Ka kthimin në Akropolin e demosve të Greqisë së Lashtë. Demosët ishin 6.000, mbilshin në Akropol, dhe ligjet bëheshin me dorë përpjet, që është demokraci konkrete, demokraci direkte. Drejt për drejt. Pastaj ligji i parlamentarizmit shumë bukur. Çfarë pengon këtë protest? Që aty me demokraci direkte siç ka nisur, ky do të jetë ministri i jashtëm i arsimit të Shqipërisë. Që e filani, jam 25 vjeç, kam bërë këtë shkollë, po unë do merr arsimin. Turma, do rezoni, kështu apo kështu. Dhe hajtë pas e bie ti në diskutim ti, Aulon, që thua që e nuk mori miratimin. E kështu me radhë, gjithë me radhë. Ky i jashtëmi, ky i brendshmi, ky i kësaj, ky i asaj. Qëndron, por a nuk do kjo, Gens, me që e kam parë atë nga shumë afër. Ka dhe momentet rrezikshme kjo dhe prandaj është në diskutim gjithë kjo pjesa e një, ndoshta jo kupole, po një formë organizimi që të garantojë edhe një lloj filtrimi. Për shembull, mbaj mend njërin një ditë që tha të bëjmë Altin Dumanin prap kryetar të SPAK-ut. Tani, unë, si gazetar, për te gustove të mia personale, kam parë investigime dhe dokumente dhe prova dërmuese për gjithçka ka bërë keq që nga fillimi i karrierës deri te vettingu i tij munguar Altin Dumani. Pra, në informacionet, jo në opinionin tim, por në informacionet që unë disponoj, zoti Dumani duhet hetohet, jo tjetë në krye të SPAK-ut. Këto rreziqe që si ky ka me vjetra, si shmangen? Kjo vlen për të dy. Po më çojë një shembull,
Atë thënë, unë propozoj që kryetari i policisë të ky. Unë propozoj që ambasadori jon në Rom të jetë ky. Po, pra në gjithë urbane, edhe një herë përmbahuni asaj që tha protesta si kërkesë, një nga 5 kërkesat, që krijimi i një qeverie tranzitore teknike, di që përdoja flasë shumë për kujdestare, për s'kanë si fare, ta marrin që qeveri tranzitore teknike. 12 muaj. Një qeveri para Ramën, e cila do ketë si mision që të organizoj zgjedhje të ndershme dhe pa përforcshme në Shqipëri dhe pastaj aty të gjithë të vrapojnë në garë, edhe Oloni, edhe Saliu, edhe Gazi, edhe Lapaj, edhe Shehaj, unë këtë duan e mëzetar. Qëndron, absolutisht dakord. Pyetja 1 milion, kam përshtypjen se kushton pak më shumë, po të pa përforcshme, ky është qëllimi. Jo, një sekond. Kjo zgjidhja pa përforcshme duhet të bjerë Rama. Një sekond, se si bie Rama, se Rama. Një sekond, burimi. As të paqshme dhe as me protestë të dhunshme, nuk bie ky Ram. Do thashë një herë nuk ka autokrat të largohet vet. Dakor. Do thash që protesta po përmbush qëllimin sepse po çon ndërkombëtarët sot një plan B pas Ramës. Okej, pyetja është e thjeshtë atëherë. Edhe e thjeshtë edhe e komplikuar. Unë në teorinë dhe në opinionin tim jam për një mocion mos besimi, pra do një konsensus të gjerë. Por pyetja që i bëjnë gjithë vetes, gjithë shqiptarët në këto momente është si shkohet deri te qeveria teknike nëse Rama nuk do ta japi dorëheqjen? Aulon dhe më pas ta fillojmë nga Auloni. Sigurisht që me mjetet... Cilat janë mekanizmat? Po, mekanizmi do jetë drejt parlamentit, se nuk ka mënyrë tjetër, domethënë. Kjo nuk diskutohet fare, pra kjo duhet një dakordësi e madhe. Shiko, unë e kuptoj se çfarë thot Genci dhe cila është vija logjike e tij, por po flasim pak me terma praktik, se çfarë po ndodh në protestë. Sigurisht që është në drejtën e tyre për me kriju edhe parti politike, për me konkurruar etj, sepse në fund fare këtu do shkohet drejt votës, patjetër, sepse me anë të votës do vihet në pushtet dhe me anë të votës ikën nga pushteti. Gjykoj që duhet një tryezë shumë e gjerë, siç ka ndodhur edhe në vende të tjera, që kanë pas hallet tona dhe problemet tona. S'po them unë qeveria pajtimit kombëtar që ka ndodhur në 1997 në Shqipëri, e cila ishte një qeveri edhe ajo tranzitore, po ta kujtojmë, që e futi vendin në zgjedhje të reja dhe u prodhu pastaj majoranca e re në Shqipëri. Mendoj që ky është mekanizmi vetëm politik për t'i dhënë zgjidhje krizës, përveç një mocioni mosbesimi që një pjesë e socialistëve të bashkojnë votat me demokratët në Parlamentin e Shqipërisë për me ndryshu kryeministrin. Pra, në mënyrë tjetër nuk ka, përderisa i përmbajmë protestës paqësore gjithmonë, dhe unë jam sigurisht për linjën e protestës paqësore. Burimi? Rama që të largohet, sot kemi nevojë për 2 këmbë të protestës. Këmbën e brendshme, që ka nisur para një muaji, jo shumë, por edhe këmbën e jashtme. Kur Ismail Qemali e bëri Shqipërinë vend të pavarur, më 1919, nga jo epokë edhe ne vetë kemi në suvenire, në për foto, në për kataloge, kemi 2 këmbët po ashtu. Kemi këmbën e asaj, atij akti të pavarësisë, me ato filmat, që firmosin Shqipëria për vend të pavarur nga Turqia, po kemi edhe këmbën tjetër me fotografia dhe me imazhe. Ai Ismail Qemal që nisesh, ju kujtohet me tani me Velsu që përpara ato kancelerit në Evropë. Prandaj është këmba e dytë që dorëzoi Ramën, duke u mbështetur tek këmba e parë. Sepse edhe për rezolvi Rama ti me dhunë, pas ta njohu perëndimi, se viti e zi, të dyja shkojnë paralele, por që këmba e dytë e ndërkombëtarëve të funksionojë, duhet që ky këmbë e dytë të vijë në presion. Prandaj përmendimi sot në mënyrë indirekte edhe Rama, edhe protestuesit me ndërkombëtarët komunikojnë. Kjo janë mesazhet. Rama i çon mesazhe kombëtarëve, shikoni, mos lëvizni, te kanë koc, që kanë koc, po plus që këta janë pro-iranian, pro-rashun, janë si në Romani, si rrinë të kombëtarë në Romani, kujtohet që janë ulluar randën e parë të zgjedhjeve të Georgescu, sepse ishte mbrapa algoritmi rus, kështu është në Shqipëri njësoj. Përse Romani një llokuat edhe Shqipërinë? Ky është mesazhi jam për në kombëtarë. Sigurisht nuk funksionon, sepse s'ka lidhje fare, në Shqipëri nuk ka algoritëm më shërup. Po mesazhi i protestuesit dhe kombëtarëve në mënyrë indirekte, nëse kaptuar. E njëjti është, ju të kombëtar, kote keni që boni Rama,
sepse edhe nuk largohemi. Na tregonin ndërkombëtarë në këtë kontinent, edhe në Francë nuk flasun, është djepi I protestave, një protest as në Serbi, ku ke çdo ditë, tani çdo natë, tani ke çdo ditë 36 ditë. Dhe kjo do bëjë që Rama të bjerë. Do bëjë edhe një herë veprimi I ndërkombëtarëve dhe ka filluar. Mos e merrni me jo seriozisht këtë që kërkon kongresmeni amerikan që është janë të bësh me Maduron. Po ashtu po nuk që Rama në Turqi, në Ankara, ky ka qenë në gjësamit natën, dhe këtu po ngjiset ajo. Janë të gjitha asortimentet që të dalë, ajo që pret protesta, një qeveri transitore pa Edi Ramën. Mbrapa që mund thuhet kjo pas mbrapa që ndërkombëtarët thonë nëse protesta nuk ka sot, momenti që ne vendosim që Ramën ti themi se Ramën e takoi fare, e kanë një telefon e ka Ramën. Ato du marrin që më përmendet ti Flavio edhe Brown, një telefon e kanë. Siç bëri një telefon I bëri Trumpi presidenti të FIFA-s, Infantinos, që atë karton e kuq tha, anullo tha. Një telefon e ka. Atë Edi Ramën, o I vetë të mirë ose masin aty me pranga, sepse ka shumë bira për ta prangosur. Problemi është mbrapa sepse mundos që nëse ndërkombëtarët më që heqin Ramën, to gjysi protest, prendej të bëjë punën, por nuk keni dakord, vëllezër, nuk keni shumë dakord dhe nuk keni akoma gati vëllezër dhe motra. Atëherë, o të krijon një qeveri teknike ndërkombëtarët përkohshme me poston para Ramën, do të mund të Të një parti sërisa në gjeni një qeveri të vetë, ose një qeveri teknike me çdo element të çdo parti, dhe pastaj që thënë protestat që ju keni, vini dakord ju vëllezër, aty në bulevardin, vini të vetë me qeveri teknike. Po kjo është etapa e dytë. Zot hyn te etapa, se po hyn në etapa pastaj aty thon përçarje, aty thon xhelozia. Jo pse ti jo. Jo. Etapa parë dhe një herë është largimi I Ramës. Sa më shumë që kjo shprehje Rama jep vërtet të shqiptohet me rrokje, aq më shumë të rrokje hyn tek veshji ndërkombëtarëve që ne largohemi. Ndërkombëtarët këto para mirë që shko ka një muaj. Pse korrekt. Se po vinë dhe diaspora që në pushime. Gushti po ashtu të gjithë me pushime. Çdo që vjen pushime në Shqipëri, pasi shkojnë në ju për plazh, na diaspora. Do bëj xhiro bulevardi. Je pastaj shtatori fillon shkollat, dhe ditë kombëtarët çaja shkollat, e mbajnë mund ta revolucionin në 1928 në Paris dhe që u shpërndaj gjithë Evropën. Nuk ndashtë kështu. Dhe Rama sot për me lejti për half-point, nga pezmatimi, më dhonë, kur ta bëj historinë e tij të çfarë ndodhi, është gafë që e bëra, që se bëra si Erdogani në bëri këto ditë, ti nuk e blokova fare. Në bëra me thini që vjen fare, si lash të protestë zhvillohesh. Ka dal gjindi, ka dal nga I briku. Ai Rama nuk e fut dot për as Rama dhe as në kombëtarët. Nuk ka më zgjidhje sot në Shqipëri me Edi Rama. Okej. Dhe ky mesazh sot po I shkruhet në kombëtare kancelarit nga çdo ambasadë që ka në Tiranë. Çdo diplomat sot me mend në kokë po shikon që këta nuk tërhiqet, nuk ka asnjë mënyrë, më kësa strejke, nuk ka asnjë mënyrë. Si do bësh? Do çosh tankat? Me verb, nuk e bën dot me verb. Rama ka vetëm gafa, jo me fuck you, jo me iranian, nuk me verb, me fjalë. Divorci është I konsumuar. Nuk ka zgjidhje. E qartë burimi. Po? Jo, e kuptova argumentin, ajo që doja të pyesja në fakt edhe zotin Kalaja me që është e fundit. Apo shpreson Rama një gusht plazhistik? Patjetër, sepse ai shpresonte te një botror, shpresonte te një verë nxehtë, shpresonte te plazhi, po pikërisht, pra, dhe do të shpikë edhe në një kampionat tjetër, golfit ndoshta. Shpreson ke koncerti Kanye West. Shumë e rëndësishme, moment historik, edhe ai ka dhënë urdhër, besoj se keni marrë vesh të gjithë dikastereve, bashkisë, ministrive që të prodhojnë sa më shumë koncerte në Tiranë. Janë si atë koncert vitin 1936 me Çingijet, domethënë që donin të prishnin koncertin e artistëve të vërteta. Mendoj që nuk ka për t'ia dalë sepse ata janë të vendosur, aq më shumë që Italia nuk është pjesë e botrorit dhe janë bërë gjithë Brazili tani. Po pra, kështu që do shtohet numri për shaka kjo. Gjithë e kanë ndarë njerëzit mendjen, nuk diskutohet fare.
Faleminderit Kalaja, faleminderit Burimi. Ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak me atë që e citoi Burimi si lajmin vërtet të keq dhe të sikletshëm për kryeministrin. Një kërkesë në Kongres Amerikan për ta trajtuar si narkoshtet? Pas pak.